Isha mjaft I vetëdijshëm që duhet ta mbaja këtë fjalë të premten dhe premtja është shumë e rrezikshme për të mbajtur fjalime, sepse të gjithë mezit shpresin të largohen nga ndërtesa në vend që të dëgjojnë leksion. Bëra maksimumin që të jem serioz si shpritet një lektor, por edhe të mos ju jap leksione, siç nuk e prisnit. Kështu që këtu I përmbyll komentet e mia dhe natyrisht do të jem më së I lumtur t'i përgjigjem çdo pyetjeje që ju keni, e me shumë kënaqësi do t'ju ftoja të gjithë ju japonezë që jeni këtu të vini e të vizitoni vendin tonë. Më vjen keq që nuk ja dolëm të sillnim ca diell në Tokyo, sepse kemi shumë diell në shtëpi, kështu që ejani ta shijoni. Ndërsa ushqimi juaj nuk ka të dytë, po sërish ne kemi ushqimin më të mirë Ballkani Perëndimor. Dhe natyrisht ambasadori kupton, e di shumë mirë këtë edhe pse nuk do ta thot me zë të lartë. Pra, faleminderit shumë.